Shëndetje gjithëve, falenderoj gjithë mediat për pjesëmarrjen. Lejoni që të filloj me një falënderim për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që deri në këto momente kanë shfrytzuar të drejtën e tyre demokratike e kushtetuese për të votuar për të përzgjedhurit e tyre, qoftë në nivel të kryetarëve të komunave apo të kandidatëve për asamble. Të dhënat nga tereni, pra nga komisionerët dhe vëzhguesit tanë në teren, na bëjnë të ditur se procesi deri më tani është i rregullt dhe demokratik. Prandaj këtu edhe një herë shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë qytetarët e Kosovës për këtë proces demokratik e të rregullt. Natyrisht shfrytëzoj edhe mundësinë që të ftoj gjithë qytetarët e Kosovës që ende nuk kanë votuar që ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë, veçanërisht ose sidomos para orës 19 kur dhe mbyllen qendrat e votimit. Nëse ka dikush ndonjë pyetje apo ndonjë koment. Keni ndonjë indicacion për ndonjë paragjësi me punë? Edhe cilat janë të dhënat që keni për rezultatet që presin t'i keni? Për rezultatet nuk do të mund flas në këto momente, besoj dhe më mirë kuptoni. Ndërsa për parregullsi, për jashtë disa raste minore të vogla, nuk kemi ndonjë informacion nga tereni për parregullsi të mëdha ose shqetësuese. Pra thash, qytetarët e Kosovës kanë treguar një bedije të lartë demokratike, kushtetuese, duke marrë pjesë edhe në numër të lakmueshëm në këto zgjedhje, por dhe duke ndjekur një proces të rregullt të mirëfillt zgjedhor. Prandaj edhe i falenderoj, por edhe i ftoj që të vazhdojnë dalin votojnë për të preferuarit e tyre sa më parë, por definitivisht të zënë afatin kohor para orës 19 të mbrëmjes. Nëse nuk keni pyetje, unë ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe ju ftoj të na bashkangjitni edhe në konferencat e radhës, me domos pas orës 19 kur dhe mbyllen qendrat e votimit. Faleminderit shumë.